Me mendjelehtësinë tonë, të nderuar miq, humbëm $12 miliardë para pak vitesh nga amerikanët për armët kimike. Sot prap me mendjelehtësinë tonë po na përdorin që të humbim një investim të madh strategjik amerikan, të cilin do e kishte zili e gjithë bota, e jo më vetëm Greqia. Miq, tradhtia nuk është e shkruar në ballë tek njerëzit. Ajo duket në forma të ndryshme. Kategoria e parë janë mercenarët, që manipulojnë të tjerët dhe shesin vendin e vet për interesa personale. Kategoria e dytë janë ignorantët, që shkojnë si turma qorre nëpër protesta, pa e kuptuar dëmin që i bëjnë vendit vet. Kjo që po ndodh sot në Shqipëri është absolutisht e papranueshme. Shqipërisë kanë shpallur luftë. Ne nuk kemi kërkuar luftë. Është një luftë që mos e kam parë ndonjëherë me sy, një luftë e madhe hibride që po zhvillohet në nivel të tmerrshëm ndërkombëtar. Po të shikoni 2-3 ditët e fundit në çdo media ndërkombëtare, antisemizmi dhe antiamerikanizmi ka qenë në krye titujt e gjithë këtyre mediave. Nuk ka më shumë trup se sa për këtë. Duhet ta kuptojmë që në trupin e Shqipërisë nuk ka medalje më të madhe të artë se sa ajo e shpëtimit të hebrejve, apo nuk ka mirënjohje më të madhe se sa ajo ndaj Amerikës. Sepse aty ku jemi ne sot, jemi pikërisht për Amerikës. Kosova, aty ku është sot, është pikërisht për Amerikës. Të kundërshtosh investimet amerikane është një vetvrasje. Ajo që po ndodh në Shqipëri është një luftë që na kanë shpallur neve. Nuk e kemi kërkuar ne këtë. Është një luftë e madhe hibride. Ka një dorë të padukshme që organizon gjithçka për të ulur imazhin e Shqipërisë, për të trembur investitorët në Shqipëri. Dhe të pamundësojnë Shqipërinë që të ngrej kokën, që të rrisi standardin e jetesës, të jetë aftë për thithur investime, për të krijuar vende të reja pune me rroga më të mira, që edhe pak rini që kanë mbetur të mos largohet nga ky vend, po mundësisht të rikthehen ato që kanë ikur, nëse ne bëhemi atraktiv për investimet huaja që kapin deret mëdha. Këto protesta miq janë asgjë tjetër veç se një dorë e fshehtë okulte, e cila ka si qëllim jo vetëm të mos lejojë që Shqipëria të ngrej kokë, por edhe të na prishë me marrëdhëniet që kemi me Izraelin dhe me Amerikën. Edhe fatkeqësisht ne gjithmonë si popull kemi qenë një ukryq të jashtëzakonshëm gjithmonë gjatë gjithë historisë. Një popull, domethënë, pa një bosht socioekonomik fetar, pa një politikë të unifikuar kombëtare. Kur se kemi kuptuar politikën ndërkombëtare, kur si kemi dhënë prioritet politikës kombëtare. Sepse nëse do i kishim bërë këtë, nuk do e kishim emrin shqiptar, do e kishim emrin akoma Pellazg. Po jo nga Pellazg i lirë, pastaj Alban, Arbëresh, Arvanitës e Çam. Sot jemi shqiptar. Pse? Se kur nuk kemi pasur një politikë të unifikuar kombëtare. Se po ta kishim pasur sot do ishim populli më i vjetër në Evropë, më i zhvilluar në Evropë, edhe faktor në botë. Edhe ky është fakt. Nëse do ishim ndryshe. Të dalësh kundër investimeve amerikane sot në Shqipëri është të dalësh kundër së ardhmës tënde. Kjo lëvizje nuk ka të bëjë as me Ramën, as me Berishën, as me politikën e korruptuar shqiptare. Kjo ka të bëjë me të ardhmen e Shqipërisë. Këto protesta, këto mercenarë, këto gjakprishur që kundërshtojnë investimet amerikane, janë tratarët më të madh që kemi midis nesh. Nuk ka hipokrizi më të madhe që emigrantët shqiptarë që kanë ikur nga Shqipëria për një jetë më të mirë, dalin dhe protestojnë kundër investimeve që po bën në Shqipëri. Që edhe ato pak shqiptarë që kanë ngelur këtu, të kenë një perspektivë më të mirë për mos e braktisur në vendin e tyre. Jetojmë në kohë të çmendura miq, ku shesin nga zatuar budallitet e TikTokut. Lopët e çmendura të TikTokut, që si mesazh revolucionar kanë sloganin TQR. I bëj thirrje gjithë shqiptarëve të ndershëm të hapin syt, të jenë kujdesshëm, vigjilent, dhe të paktën një herë në jetën tonë të rreshtohemi në anën duhur e historisë. Dhe ana e duhur në këtë moment është zhvillimi jon. Dhe zhvillimi në kupton kapitalit huaj, të jemi atraktiv ndaj kapitalit huaj, sepse është vetëm mënyrë për të rritur mirëqenien tonë si popull, për të hapur fronte të reja pune, për të rritur standardin e jetesës, për të ngritur pensione, rroga e gjithçka tjetër. Është koha të luftojmë për vendin tonë. Është koha të jemi bashkë për Shqipërinë e së ardhmes. Dhe për Shqipërinë që ecën përpara duke u zhvilluar.